Kjo është Shkëndija, dominim total dhe fatkeqësisht fitore vetëm minimale në transfertën me Vardarin. Ibrahimi asiston, Latifi shënon, Gaje në port komandon. Gardiani ynë, forcë, guxim, mbrojtje, është një foto e portierit Kuqezi Babukar Gaje. Gregor Style, plus 3 pik, ku spikat mbrojtësi Meliqi. Shkon në 7 numri i fitoreve të një pasnjëshme në kampionat. Janë disa nga postimet në përjetet sociale në faqen zyrtare të Shkëndijës. Mbase administratori i faqes ka qenë mjaft kreativ dhe ka postuar edhe 2 video të shkurtra me fragmente nga ndeshja në Shkup, por edhe me montazhe interesante. 3 pikët janë tonat. Mbi të gjitha Shkëndija. Erdhëm për të fituar dhe fituam, do të deklaroj pas ndeshjes trajneri Jeton Beqiri. Por një fjali e tij ku përmend shpendat do të bëhet virale dhe do të shpërndahet edhe në portalet maqedonase. Të angazhohemi maksimalisht çdo ndeshje që të tregojmë se dhe ta vërtetojmë se normalisht unë besoj që edhe shpendat në Maqedoni e dinë se cila është skuadra më e mirë, por këtë duhet ta materializojmë edhe në tabelën e klasifikimit. Trajneri Beqiri shprehet modest në prononcimet e tij, bën thirrje për qetësi dhe kërkon më shumë punë e më pak fjalë. Por pas fitores kundër Vardarit nuk harroi të bëj publike një dedikim. Fitoren tua dedikoj publikut të Shkëndijës, në veçanti ballistëve dhe të gjithë tjerëve, për shkak se Shkëndija është një brend i cili ndiqet edhe në më gjerë, jo vetëm në Maqedoni, dhe dua që t'u auroj të gjithëve fitoren e sotshme dhe dedikimi është kryesisht për publikun dhe normalisht edhe një falënderim apo shpërblim për punën e bërë nga futbollistët. Nga Vardari heshje totale, madje edhe komitat janë shterur. Këtë heshje ka thyer drejtori kontroversi Vardarit Milenko Nedelkovski, duke postuar një mesazh enigmatik në rrjetet sociale. Nëse pretendosh të fitosh, nuk duhet të humbish, është mesazhi i tij në gjuhën serbe me mbishkrimin 01. Janë prononcuar edhe nga një faqe në Facebook Vardar Fans, duke pranuar se fitoria e Shkëndijës ishte e merituar. Në një nga ndeshjet më të rëndësishme, ne luajtëm shumë keq dhe me shumë gabime, thonë nga Vardar Fans. Shkëndija e Tetovës përfundimisht është skuadër që zgjon interes të madh, jo vetëm në vendin tonë. Klubi Kuqezi prej kohësh njihet për mbështetjen e madhe edhe jashtë kufive, ndërsa kjo shihet edhe një herë pas fitores 1-0 ndaj Vardarit. Triumfi i tetovarëve në Shkup ka bërë jehon edhe në mediat e Kosovës dhe Shqipërisë, ndërsa po të futesh në komentet në rrjetet sociale nuk gjen qytet nga vendi Shqipëria dhe Kosova që nuk e kanë përshëndetur triumfin e tetovarëve.